Ka një burr që në këtë moment po mendon për ty dhe ndjenjat që ai ka për ty janë shumë më të thella se sa çfarëdo që ai ka treguar ndonjëherë dikujt tjetër. Ndoshta ti ende nuk e sheh plotësisht këtë dhe mund të mos e kuptosh qartë se sa shumë praninë tënde ai e ka të ngulitur në shpirtin e tij. Ndoshta ke pasur edhe momente kur ke dyshuar se dikush mund të ndjejë kaq fort për ty. Por ka diçka shumë të rëndësishme që universi ka pritur të ta tregojë. Është diçka që është mbajtur pezull deri në momentin kur ti të ishe gati emocionalisht dhe shpirtërisht për ta dëgjuar. Ky burr, ai person i caktuar që kthehet vazhdimisht në mendimet e tua, që shfaqet në ëndrat e tua dhe që qëndron në ato pjesë të qeta të zemrës tënde kur pyet veten nëse dashuria e vërtet do të gjejë ndonjëherë, është ai. Ai është thellësisht, fuqishëm dhe sinqerisht i dashuruar me ty. Para se të largohesh ose t'i thuash vetes se kjo mesazh nuk mund të jetë për dikë si ti, të lutem të ndalesh vetëm për një çast. Rri këtu me mua. Ajo që po ndodh përmes këtyre fjalëve ka një domethënie shumë më të madhe se sa ajo që ti mund të kuptosh tani. Universi nuk punon me rastësi. Sinkronizimi shpirtëror që të solli në këtë mesazh në këtë moment, në këtë ditë të veçantë, ndodhi me qëllim. Ti u drejtove këtu sepse ka një të vërtetë që ende nuk ke qenë në gjendje ta shohësh qartë. Është një e vërtetë rreth dashurisë, rreth një lidhjeje të thellë dhe rreth një burri, ndjenjat e të cilit për ty janë shumë më të mëdha se sa ti e kupton. Këtu mesazhi bëhet shumë i butë dhe i kujdesshëm. Këtu urtësia duhet të ndahet me shumë durim dhe delikatesë. Ka një komplikim në këtë situatë. Ka një nivel në këtë lidhje që e ka penguar këtë dashuri të shfaqet plotësisht në botën fizike. Kur të arrish fundin e këtij mesazhi, më në fund do të kuptosh se çfarë ka qëndruar peng që kjo marrëdhënie e mrekullueshme të bëhet plotësisht reale. Ti e ke ndier, apo jo? Ka pasur momente kur energjia mes jush ndihej ndryshe, pothuajse si e mbushur me elektricitet, sa herë që ai person ishte afër teje. Ka pasur shikime që zgjatën më shumë se sa duhej. Ka pasur biseda që ndiheshin shumë më të thella se sa fjalët që u thanë vërtet. Ka pasur momente kur vetë heshtja dukej se mbante një kuptim të rëndësishëm. Vonë natën, kur je zgjuar në qetësinë e dhomës tënde, ndoshta je pyetur nëse ajo që ndjeje ishte reale apo thjesht diçka që je duke imagjinuar. Më lejo ta ndal këtë dyshim menjëherë. Ajo që ke ndier është plotësisht reale. Kjo lidhje nuk është diçka që e krijove me mendjen tënde. Shpirti yt ndjeu diçka të vërtetë, ndërkohë që mendja jote logjike përpiqej të gjente arsye për ta mohuar. E vërteta është se intuita jote ka pasur të drejtë gjatë gjithë kohës. Ky burr ka ndjenja për ty që edhe atij vetë i vështirësohet t'i kuptoj plotësisht. Ka momente kur fuqia e emocioneve të tij e befason. Ai nuk e planifikoi këtë. Nuk u zgjua një ditë dhe vendosi të binte në dashuri me ty. Kjo ndodhi ngadalë dhe natyrshëm, pa asnjë përpjekje, ashtu siç lind dielli pa pasur nevojë për lejen e askujt. Diçka te ti hyri në mendjen e tij dhe ndryshoi diçka të thellë brenda tij, që atëherë ai mban në zemrën e tij një flak të qetë, por shumë të fuqishme. Është një flak që refuzon të shuhet, pavarësisht se sa shumë jeta apo kohët e vështira përpiqen ta fshejnë. Para se të vazhdojmë, ka diçka shumë të rëndësishme që ti duhet ta kuptosh. Komplikimi mes teje dhe këtij burri nuk do të thotë se lidhja është e gabuar ose një gabim. Nuk është provë se ju nuk jeni të destinuar për njëri tjetrin. Shumë njerëz besojnë se dashuria e vërtetë duhet të vijë pa asnjë vështirësi, pa dyshime dhe pa sfida. Por një lloj më i lartë i dashurisë, ai që drejtohet nga diçka më e madhe se sa fati, shpesh vjen me komplikime. Kjo nuk ndodh për të ndëshkuar, por për të mbrojtur lidhjen dhe për t'u siguruar që të dy zemrat janë vërtet gati për të pranuar atë që u jepet. Universi të ka vëzhguar për shumë kohë. Ai ka parë lutjet e heshtura që ke bërë kur je ndier plotësisht vetëm. Ka vërejtur lotët që ke derdhur kur ke menduar se askush nuk e kupton dhimbjen tënde. Ka parë se si i ke dashur të tjerët thellë, ndonjëherë edhe më shumë se sa të kanë dashur ata ty.
A i pa se si qëndrove më gjatë se sa duhej dhe si besove të njerëzit edhe kur ata nuk besonin të vetja. Përmes gjithë kësaj, zemra jote është formuar dhe përgatitur. Aftësia jote për të dashur është rritur. Ti je përgatitur për diçka më të sinqertë, më të qëndrueshme dhe më reale. Ky burr është pjesë e kësaj përgatitjeje, por muri mes jush duhet të kuptohet përpara se të mund të hiqet. Ajo që po merr tani nuk është thjesht një mesazh i zakonshëm që duhet të bëjë të ndihesh mirë për disa minuta. Kjo është shumë më e thellë. Çdo fjalë është shkruar për të lëvizur diçka brenda teje, për të ndihmuar të shohësh situatën qartë dhe për të hapur dyert që kanë qenë të mbyllura për shumë kohë. Ndërsa e përthith këtë, dua që t'i thuash vetes ngadalë se je gati. Gati për të kuptuar të vërtetën e jetës tënde romantike, edhe kur ndihet pak kaotike. Gati për të marrë qartësi në vend të konfuzionit. Gati për t'i besuar asaj që zemra jote ka ndjerë. Ka forca që veprojnë në jetën tënde që ti nuk mund t'i shohësh me sytë e tu. Lëvizje shpirtërore po ndodhin vazhdimisht rreth teje. Udhëzim po të jepet, edhe nëse nuk e di. Ky mesazh është pjesë e këtij udhëzimi. Ti nuk e pe atë rastësisht. Je drejtuar këtu sepse ka ardhur koha që të kuptosh se çfarë po ndodh vërtet mes teje dhe këtij burri. Mjegulla po hiqet. Konfuzioni po zhduket dhe po zëvendësohet nga qartësia. Dyshimi yt po zëvendësohet nga kuptimi. Tani le të kthehemi te burri që ka këto ndjenja për ty. Ai nuk e priste këtë lidhje. Ka pasur një kohë kur ai përpiqej ta binte veten se ajo që ndjente ishte vetëm admirim ose një miqësi e thjeshtë. Ai kërkonte arsye logjike. I tregonte vetes histori për të shpjeguar pse zemra i rrite ashtu kur ti ishe pranë. Por zemra nuk gënjen. Pavarësisht sa shumë ai përpiqej të dilte prej saj me logjik, e vërteta mbeti e njëjtë. Ai të dashuron. Jo vetëm pak, jo vetëm për një kohë të shkurtër, por në një mënyrë që e ka ndryshuar të gjithë botën e tij të brendshme. Ndoshta po pyes veten si mund të jesh e sigurt se ky mesazh është për personin që po mendon tani. Përgjigjja është, si të bën të ndihesh. Kur diçka është e destinuar për ty, shpirti yt e di menjëherë. Ka një dije të brendshme që nuk ka nevojë për prova. Nëse një fytyrë e caktuar të shfaqet vazhdimisht në mendje ndërsa lexon këto fjalë, ose nëse një emër i caktuar kthehet vazhdimisht në mendimet e tua, besoje atë ndjenjë. Ajo ndjenjë nuk është rastësi. Tani duhet të flasim me sinqeritet për komplikimin. Ky sfidim bazohet në frikë, por jo në atë lloj frike që njerëzit zakonisht mendojnë. Nuk është thjesht frikë nga lidhja ose frikë nga vetë dashuria. Është diçka shumë më e thellë. Kjo frikë është krijuar nga përvoja që kanë lënë plagë të thella. Janë përvoja për të cilat ai ndoshta nuk flet hapur, dhe përvoja të cilave ai ndoshta nuk dëshiron t'u përballet as brenda vetes. Ai është lënduar më parë. Ai mban në vetvete plagë emocionale nga lidhjet e kaluara ose nga kohë kur ai lejoi vetes të ishte i hapur dhe u përball me dhimbje. Ndoshta ishte refuzim. Ndoshta ishte tradhti, ndoshta ishte kuptimi i vonuar se personi të cilit ai besoi nuk e vlerësonte vërtet. Cila do qoftë arsyeja, rezultati ishte i njëjtë. Ai mësoi të mbrojë zemrën e tij. Ai ndërtoi mure emocionale për t'u siguruar që të mos lëndohej përsëri. Ajo që e bën këtë lidhje kaq të veçantë është se ti e ke arritur atë megjithatë, pa u përpjekur fare dhe pa ushtruar presion. Diçka të ti, të ajo që je, kaloi përmes mekanizmave të ti mbrojtës. Energjia jote dhe mënyra se si ekziston në botë preku diçka brenda ti që ai mendonte se ishte e mbyllur përgjithmonë. Dhe kjo në të vërtetë e trembi. Nuk kishte të bënte me ty, por me thellësinë e ndjenjave të ti. Një betejë po ndodh brenda ti. Zemra e ti tërhiqet drejt teje, ndërsa mendja e ti i thotë të jetë i kujdesshëm. Zemra e ti e di që ti je e rëndësishme, ndërsa mendimet e ti i kujtojnë dhimbjen e vjetër. Kjo luftë nuk ka të bëjë me vlerën tënde. Nuk ka të bëjë me faktin se ti nuk je mjaft e mirë apo se ke bërë diçka gabim. Ka të bëjë me shërimin e ti dhe me rrugëtimin e ti për t'u rikthyer te besimi tek dikush.
Këtu ka diçka shumë të rëndësishme. Ti je pjesë e këtij shërimi. Prania jote në jetën e tij nuk ishte rastësi. Ti je përgjigje ndaj lutjeve që ai mund të ketë bërë shumë kohë më parë. Lutje për një dashuri të vërtetë, për dikë që kupton dhe për një lidhje që ndihet e sigurt dhe e sinqertë. Këtu ka një kozim të caktuar. Dashuria rritet në stinë. Disa lidhje kërkojnë durim dhe besim në atë që ende nuk mund të shihet. Ajo që ka rëndësi është se kjo dashuri ekziston. Ajo është reale dhe e gjallë. Ajo po drejtohet drejt diçkaje shumë domethënëse, edhe përmes sfidave. Koha e vështirë që po kalon tani nuk është provë se kjo dashuri është e bllokuar ose se nuk do të ndodhë kurrë. Është thjesht shenjë se disa gjëra ende duhet të përputhen përpara se të vijë bekimi i plotë. Burri që të do është në një proces rritjeje. Atij i duhet kohë, jo sepse dëshiron të jetë larg teje, por sepse ai duhet të përballet me luftërat brenda vetes dhe t'i zgjidhë ato. Atij i duhet hapësirë për të kuptuar se muret që ndërtoi për t'u ndier i sigurt, tani po e pengojnë të arrijë lidhjen që zemra e tij e dëshiron më shumë. Këtu roli yt bëhet shumë i rëndësishëm. Nuk duhet ta shtysh, as ta vësh në presion, as ta ndjekësh, e as të përpiqesh ta bindësh për ndonjë gjë. Nuk ke pse të shpjegosh pse je e vlefshme, apo të luftosh për vëmendjen e tij. Ajo që kërkohet nga ti është të vazhdosh të jesh vetja jote e vërtetë, ndërkohë që i beson se njëjta forcë që solli këtë lidhje në jetën tënde, do ta çojë atë edhe drejt plotësimit. Pritja mund të dhemë, mospasja e përgjigjeve mund të shqetësojë paqen tënde. Ti do përgjigje. Do të dish saktësisht kur do të ndryshojnë gjërat dhe kur ai më në fund do të ecë përpara pa frikë. Edhe pse nuk mund të jap një datë të caktuar, duhet të dish me siguri këtë të vërtetë. Ndryshimi tashmë po ndodh. Bota shpirtërore po punon për ty. Forca përtej asaj që mund të shohësh po punon për të zbutur zemrën e tij, për të shëruar plagët e vjetra dhe për t'i hapur syt ndaj asaj që është tashmë para ti. Ka edhe një pjesë tjetër të kësaj situate që duhet ta kuptosh për të parë të gjithë pamjen. Ky burr nuk po lufton vetëm me dhimbjen nga e kaluara. Ai po lufton gjithashtu me gjëra që po ndodhin në jetën e tij tani, që e bëjnë të ndihet sikur nuk është gati. Kur ai e sheh jetën e tij ashtu siç është sot, ai ndjen sikur është prapa vendit ku duhet të ishte. Ai i thot vetes se duhet të presë. Ai beson se duhet të jetë më i qëndrueshëm, më i sigurt dhe më i suksesshëm përpara se të ofrojë një marrëdhënie serioze. Në mënyrën e tij, ai mendon se po të mbron. Ai nuk dëshiron të shfaqet në jetën tënde ndërsa ende ndjen pasiguri për veten. Ai dëshiron të vijë tek ti duke u ndier i fortë, i sigurt dhe i aftë të qëndrojë pranë teje pa asnjë turp. Nuk ka të bëjë vetëm me para ose sukses. Ka të bëjë me mënyrën se si ai e sheh veten. Ai dëshiron të ndiejë se e meriton dashurinë tënde. Ai dëshiron të ndihet si një partner i barabartë, jo si dikush që ende po përpiqet të kuptojë jetën. Por ka një të vërtetë që ju të dy duhet ta kuptoni. Çdo person është një vepër në proces. Askush nuk hyn në një histori dashurie kur gjithçka është e përsosur. Jeta nuk funksionon kështu. Dashuria nuk është një trofe që fitojmë pasi kemi zgjidhur çdo problem. Dashuria është një rrugë që ecim bashkë, ndërkohë që ende rritemi, shërohemi dhe mësojmë kush duhet të bëhemi. Besimi se ai ende nuk është gati ju ka kushtuar shumë kohë të dyve. Ky besim ka ngadalësuar diçka të rëndësishme, por ndërsa ti po e merr këtë mesazh, puna po bëhet edhe brenda ti. E vërteta po mbillet në zemrën e ti. Me kohë, ajo do të rritet dhe do të thyejë frikën dhe dyshimin që e kanë mbajtur peng. Ai do të mësoj se të presësh kushte të përsosura është e njëjtë me të pritur për gjithmonë. Të jesh i përsosur nuk është reale. Ajo që ka rëndësi është vendimi për të rritur së bashku, për të mbështetur njëri tjetrin dhe për të ndërtuar diçka të vërtetë nga sinqeriteti. Nëse ndihesh e udhëhequr, shkruaj fjalët, zemra e tij hapet si një mënyrë për të treguar se i beson asaj që po ndodh. Lëri këto fjalë të harmonizojnë energjinë tënde me atë që tashmë po ndodh atje ku syt nuk mund të shohin.
Ka gjithashtu diçka të rëndësishme rreth udhëtimit tënd në këtë moment. Ndërsa ai po punon me problemet e tij, ti je e thirrur të shërosh edhe pjesë të vetes. Ka momente kur pyet veten nëse vërtet e meriton llojin e dashurisë që dëshiron. Dyshimet e heshtura të thonë ndonjëherë se një dashuri e thellë dhe e qëndrueshme ndoshta nuk do të vijë kurrë. Këto mendime nuk janë e vërteta. Ato janë vetëm jehon e një dhimbjeje të vjetër. Ato nuk vendosin për të ardhmen tënde. Ti e meriton dashurinë, pikërisht ashtu siç je tani. Vlera jote nuk bazohet në gabimet e tua ose në dështimet e tua apo në mënyrën se si të tjerët të kanë trajtuar në të kaluarën. Vlera jote është pjesë e asaj që je. Ajo t'u dha kur u krijove dhe nuk mund të merret. Ti ke dashuri brenda teje sepse je krijuar nga vetë dashuria. Kur ky burr më në fund të ndjej se është gati, do të jetë një dhuratë për të ketë pranë. Ti nuk je ajo që duhet të jetë thjesht mirënjohëse që u zgjodhe. Ai do të jetë mirënjohës që ti besove, që qëndrove e fortë dhe që i mbajte një vend të hapur asaj që duhej të rritej. Tani le të flasim për kozimin, sepse kjo është ajo që zemra jote dëshiron më shumë të di. Një ndryshim tashmë po ndodh rreth kësaj lidhjeje. Diçka është shumë afër të ndodhë në jetën e tij që do të sjellë qartësi. Mund të vijë përmes një bisede me dikë që ai e respekton. Mund të vijë në një moment të qetë kur ai është vetëm, kur më në fund përballet me frikat që i ka shmangur. Mund të vijë madje edhe përmes një ëndre të fuqishme që i flet në një mënyrë që mendja e tij e zakonshme nuk mund ta injorojë. Sido që të ndodh, nuk do të shpërfillet. Kur të ndodh, ti do të vëresh një ndryshim. Distanca e tij do të fillojë të zhduket. Hezitimi i tij do të zbutet. Ai do të fillojë të gjejë arsye për të folur me ty, momente për të qenë pranë teje dhe mënyra për të thënë atë që ka ndjerë gjithmonë, por ka pasur vështirësi ta shprehë me fjalë. Durimi yt gjatë kësaj kohe nuk është shenjë dobësie, është shenjë besimi. Ti po zgjedh besimin mbi frikën. Ti beson se ajo që ka filluar në jetën tënde do të përfundojë. Na kujtohet se ajo që filloi me një qëllim nuk lihet për gjysmë. Kjo vlen për marrëdhëniet e tua dhe për bekimet që janë caktuar për ty. Kur dyshimet përpiqen të hyjnë, kupto se skepticizmi shpesh vjen nga zhgënjimet e së kaluarës. Është natyrale të jesh e kujdesshme, por pyet e veten, çfarë humb ti nëse beson? Hapja e zemrës tënde ndaj shpresës nuk të bën budallaqe, të bën të guximshme. Besimi nuk ka nevojë për prova përpara se të lëvizësh. Ai të kërkon vetëm të besosh se gjërat e mira po punojnë së bashku, edhe kur nuk mund ta shohësh të gjithë planin. Ky lloj besimi i shem muret që dikur dukeshin të pamundura për t'u lëvizur. Ka një premtim për ty, të cilin duhet ta mbash në zemër. Ai flet për paqe, qëllim dhe një përfundim që tashmë është përgatitur për ty. Ti nuk po shkon drejt kaosit. Ti po shkon drejt një të ardhme që është dizajnuar me një plan. Ky burr është pjesë e asaj të ardhmeje. Vonesa që ndjen nuk është një gabim, është pjesë e procesit që ju të dy të bëheni gati për atë që vjen. Çdo ndalesë ka një kuptim. Çdo moment pritjeje ndërton forcë dhe qartësi. Nëse je ende duke dëgjuar, kjo nuk është rastësi. Shumë njerëz largohen nga mesazhe të tilla sepse nuk janë gati për to. Por ti ke qëndruar. Kjo tregon se je në harmoni me këtë mesazh. Shkruaj fjalët I besoj kozimit si një deklaratë besimi. Kur e thua këtë, ti zgjedh durimin mbi shqetësimin dhe besimin mbi përpjekjen për të kontrolluar gjithçka. Kupto këtë shumë qartë. Dashuria që ky burr ndjen për ty nuk është e zakonshme. Ti nuk je thjesht një person tjetër në jetën e tij. Ti mban një vend në zemrën e tij që ndihet I sigurt dhe thellësisht I rëndësishëm. Ai ndoshta nuk e kupton plotësisht ende, por shpirti I tij të njeh. Kjo dije është ajo që e bën këtë lidhje të fortë, por është gjithashtu ajo që e bën frikën e tij më të madhe. Por këto mure nuk janë të përhershme. Ato do të bien. Dhe kur të bien, atij do t'i vijë keq për vonesën dhe ai do të bëjë çdo përpjekje për të treguar se durimi yt nuk ka qenë një humbje kohe. Deri atëherë, mbro paqen tënde.
Mos lejo që shqetësimi të shkatërrojë atë që besimi po ndërton. Ndonjëherë gjëja më e fortë që mund të bësh është të rish e qetë dhe të besosh. Dijeni se lëvizja po ndodh edhe kur nuk mund ta shohësh. Duke e ndarë këtë mesazh, ti bëhesh dikush që mban shpresë për dikë tjetër që ka vërtet nevojë për të. Ti bëhesh pjesë e punës së qetë dhe plot dashuri që po ndodh këtu. Na kujtohet se ka shpirtra që dërgohen për t'u kujdesur për ata që do të marrin gjëra të mëdha. Ti je një prej këtyre njerëzve që duhet të marrë bekime të mëdha, dhe një pjesë e rëndësishme e marrjes së bekimeve është të jesh një bekim për të tjerët. Kur e shpërndan këtë mesazh, ti bëhesh pjesë e një qëllimi hyjnor. Tani dua të kthehem te komplikimi, sepse ka edhe një pjesë tjetër që duhet kuptuar. Të kam treguar se ky burr ka plagë dhe nuk ndihet gati, por ka edhe konfuzion për të cilin universi dëshiron që ti të dish. Ai nuk është i hutuar për atë se si ndjen për ty. Hutimi i tij lidhet me atë se çfarë duhet të bëjë me këto ndjenja. Shumë herë ai e ka pyetur veten nëse duhet të ecë përpara apo të presë. Përsëri e përsëri ai ka menduar për mënyra për të thënë se të do, vetëm që në momentin e fundit të tërhiqet sepse diçka brenda tij e ndalonte. Nuk është sepse ai nuk do, nuk është sepse nuk është i interesuar. Kështu sillet një burr kur ndjen kaq shumë sa frika e bën të druaj të bëj hapin e gabuar. Ai nuk dëshiron të vijë shumë shpejt tek ti dhe të prish diçka që mund të jetë e mrekullueshme. Ai nuk dëshiron të hapë zemrën e tij para se të di se mund të jap angazhimin që ti meriton. Vonesa e tij është në fakt një shenjë se sa shumë të respekton. Ai të merr seriozisht. Ai nuk të sheh si një zgjedhje të përkohshme. Ai të sheh si dikë me të cilin mund të ndërtojë një të ardhme të vërtetë. Kjo ide e ka bërë atë shumë të kujdesshëm në veprimet e tij ndaj teje. Universi dëshiron që ai të kuptojë diçka të rëndësishme, dhe ndoshta kjo do të arrijë ndërsa ti e dëgjon këtë. Dashuria gjithmonë barth rrezik. Të presësh derisa të mos ketë rrezik do të thotë të vendosësh të mos dashurosh fare. Hapja që e frikson atë është në të vërtetë dera drejt lidhjes më të thellë që ai mund të ketë ndonjëherë. Derisa të gjejë guximin për të kaluar nëpër atë derë, ai do të mbetet jashtë, duke vëzhguar dashurinë që ka shumë frikë ta kapë. Dhe ti tashmë je në anën tjetër të asaj dere. Ti ke qenë e guximshme duke qëndruar e hapur ndaj dashurisë edhe pasi je lënduar. Ti ke treguar se je gati të marrësh rreziqe për një lidhje të vërtetë. Tani është radha e ti të jetë po aq i guximshëm. Tani është koha e ti të ecë përpara dhe të takojë aty ku ti ke qëndruar gjatë gjithë kohës. Shkruaj fjalët, ai e gjen guximin e tij si një bekim për udhëtimin e tij. Edhe nëse ky mesazh është për ty, fjalët e tua kanë fuqi. Kur flet me besim, ti ndihmon të ndryshosh energjinë rreth lidhjes suaj. Ajo që thua ka më shumë rëndësi se sa mendon. Dua të flas për mënyrën se si duhet të sillesh gjatë kësaj kohe pritjeje. Ka një drejtim të qartë për ty, i cili do të ndihmojë ta kalosh këtë sezon me forcë. Mos e zbe dritën tënde vetëm që ai të ndihet më i qetë. Ndonjëherë, kur ndjejmë se dikush mbi ngarkohet nga forca jon, ne e zvogëlojmë veten pa e kuptuar fare. Ti nuk duhet ta bësh këtë. Qëndro e ndritshme. Qëndro saktësisht ajo që je. Partneri i duhur nuk do të ketë kur nevojë që ti të bëhesh më e vogël që ai të ndihet më i madh. Kur ky burr më në fund të jetë gati, ai do ta dojë dritën tënde, jo të ketë frikë prej saj. Ai do të jetë krenar të qëndrojë pranë dikujt që sjell ngrohtësi kudo që shkon. Mos e ndiq. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndjekja krijon një pabarazi dhe mund ta ngadalsojë kohëzimin. Kur ndjek dikë që nuk është gati, ti lodh veten dhe e bën më të lehtë për të mbetet i pasigurt. Në vend të kësaj, jepi atij hapësirë. Bëhu një hap pas me hir. Lëre të shoh se si ndihet kur ti nuk je gjithmonë aty pranë. Ndonjëherë distanca sjell një qartësi që afërsia nuk mund ta sjellë. Ai duhet të ndjejë mungesën tënde. Duhet të kuptoj se rehati që ti jep nuk është e garantuar nëse ai nuk vepron. Vazhdo të punosh me veten. Kjo kohë pritjeje nuk është bosh, është kohë për përgatitje.
Përdore atë për të rritur veten, për të shëruar dhe për të përqendruar te ëndrat e tua. Kur historia jote e dashurisë më në fund të bëhet e dukshme, do të duash të jesh versioni më i fortë i vetes. Do të duash të jesh e qëndrueshme dhe e sigurt në atë që je. Kështu ndërtohet një marrëdhënie midis dy njerëzve të plotë. Lutu për të, edhe nëse ai nuk do ta di kurrë. Lutjet e tua kanë fuqi. Kërko shërim për pjesët e tij që ende dhembin. Kërko guxim për të mposhtur frikën e tij. Lutjet e tua janë një mënyrë për ta dashur atë që bota shpirtërore e dëgjon. Tani dua të ndaj atë që ndodh sapo të zhduket komplikimi. Dua që ti të shohësh të ardhmen që po krijohet në mënyrë që besimi yt të ketë diçka për t'u kapur. Kur ai më në fund të thyej muret e tij dhe të vijë drejt teje, dashuria që ti do të ndjesh do të jetë më e mirë se çdo gjë që ke përjetuar më parë. Nuk do të jetë një dashuri që të lë të pyesësh se ku qëndron. Qëllimet e tij do të jenë të qarta. Fjalët dhe veprimet e tij do të përputhen në mënyrë të përsosur. I gjithë ai pritje do të zëvendësohet nga veprimi i qëndrueshëm. Ai do të ndjek në një mënyrë që tregon sa shumë të vlerëson. Do të ketë biseda të gjata që duken si minuta, teksa zbuloni sa shumë gjëra keni të përbashkëta. Do të ketë të qeshura dhe plane për një të ardhme që ju entuziasmon të dyve. Ajo që dikur dukej si një mur do të bëhet një histori se si dashuria gjeti rrugën e saj pavarësisht frikës. Marrëdhënia juaj ende do të ketë sfida, por baza që ndërtoni nga durimi dhe besimi do të jetë e fortë. Ju do të përballeni me problemet së bashku. Do të rriteni krah për krah. Dashuria që dikur ishte e fshehur do të bëhet një mundësi për të inkurajuar të tjerët që ende po presin. Kjo është ajo që po vjen drejt teje. Nuk është thjesht një ëndër, është një rrugë që është përgatitur, dhe besimi yt është ai që e hap derën. Nëse kjo ka prekur zemrën tënde dhe të ka dhënë shpresë, të ftoj të bësh një gjë të fundit. Shkruaj fjalët e bekuar dhe gati si një mënyrë për të thënë se i beson kësaj mesazhi. Kur të largohesh prej këtu, mbaj paqe në dijenin se ti je e dashur, jo vetëm nga ky burr, por edhe nga burimi që të krijoi. Ti je më e vlerësuar se sa e di. Ti je e parë dhe e dashur nga qielli. Universi tani është rreth teje. Ai po përgatit rrugën para teje dhe të mbron nga pas. Ti nuk je kurrë vetëm dhe historia jote e dashurisë po shkruhet nga duar që nuk gabojnë. Faleminderit që qëndrove me mua. Hapja jote i lejoj këto fjalë të mbeten në shpirtin tënd dhe rezultatet do të shfaqen në javët e ardhshme. Kujto të qëndrosh e lidhur që mesazhi i radhës të arrijë në kohën e duhur. Ndaje këtë me të tjerët që kanë nevojë për shpresë. Deri herën tjetër, ec me besim dhe beso se ajo që të pret para është e mirë. Burri që të do po afrohet drejt qartësisë. Komplikimi po merr fund. Muret po bien dhe një dashuri e qëndrueshme fillon të rritet. Ti je e bekuar, ti je e zgjedhur, ti je e dashur dhe ti je gati. Ndërsa e mban këtë paqe me vete, kupto se heshtja që mund të dëgjosh prej tij tani nuk është shenjë se asgjë nuk po ndodh. Në botën shpirtërore, puna më e madhe shpesh ndodh në momentet më të qeta. Ashtu si një far që rritet nën tokë përpara se të dalë në sipërfaqe, zemra e tij po kalon një ndryshim të thellë që ende nuk është i dukshëm për sytë e tu. Mund të ndjesh dëshirën për ta kontaktuar ose për ta pyetur, por urtësia e universit të kërkon të qëndrosh në vendin tënd. Duke qëndruar e qetë, ti lejon energjisë ta tërheqë atë drejt teje. Kur ti nuk e ndjek, ai detyrohet të përballet me hapësirën ku dikur qëndroje. Dhe në atë hapësirë ai gjen motivimin për të kapërcyer më në fund frikërat e tij. Kjo është faza e udhëtimit ku forca jote e brendshme bëhet mjeti yt më i madh. Ti po mëson se lumturia jote nuk varet nga kozimi i tij, por nga lidhja jote me dashurinë që tashmë jeton brenda teje. Shumë shpejt atmosfera do të fillojë të ndryshojë në mënyra që ti mund t'i ndjesh. Mund të vëresh shenja të vogla ose rastësi që të kujtojnë më shpesh për të. Mund të dëgjosh një këngë që flet për situatën tënde, ose të shohësh simbole që duken si një shenjë nga hyjnorja. Këto nuk janë ngjarje të rastësishme.
Ato janë shenja që të tregojnë se distanca po zvogëlohet. Burri që ishte tërhequr mbrapa fillon të kuptoj se rreziku për të humbur është shumë më i madh se sa rreziku për të qenë i pambrojtur. Ai fillon të shohë se jeta e tij ndihet e paplot pa dritën që t'i sjell. Muret që ai ndërtoi për t'u mbrojtur nuk do të prishen me forcë, por do të shkrihen nga ngrohtësia e dashurisë që ai ndjen për ty. Ai po përgatitet të flasë të vërtetën, të jetë i sinqert për të kaluarën e tij dhe të tregojë pse ka qëndruar larg kaq gjallë. Kur ai më në fund të bëj hapin, do ta bëj me një qëllim të ri. Ai nuk do të vijë me më shumë justifikime apo më shumë konfuzion. Ai do të vijë me dëshirën për të ndërtuar diçka që zgjat. Ti do të shohësh një burr që është rritur përmes sfidave të tij dhe që tani është gati të jetë partneri që ti gjithmonë ke merituar. Kjo bashkim është i destinuar të jetë një vend paqeje për të dy, një marrëdhënie ku ti nuk ke nevojë të luftosh për t'u parë apo dëgjuar. Ndërsa pret që pjesa e fundit e këtij puzzle të bjerë në vend, vazhdo të marrësh frymë thellë dhe qëndro në një gjendje mirënjohjeje. Faleminderit universit për dashurinë që tashmë është në rrugë drejt teje. Faleminderit hyjnores për shërimin që po ndodh në zemrën e tij dhe të nden. Historia jote po afrohet drejt një çarjeje të bukur dhe gjithçka që ke kaluar së shpejti do të ketë kuptim të plotë. Ti ke bërë punën e vështirë, ke mbajtur besimin dhe tani shpërblimi fillon të lulëzojë.